Teksa vendi pritet të pësojë një tjetër reformë administrativo-territoriale, në Has ka nisur rezistenca për mosprekjen e bashkisë. Edhe pse zyrtarisht tryezat e komisionit të posaçëm nuk kanë marrë vendime finale, qytetarët, diaspora dhe intelektualët hasian, si dhe shoqata kulturore dhetare Hasi, janë bashkuar në një zë, duke e konsideruar Hasin si një histori dhe identitet që nuk mund të tjetërsohet. Duke pas parasysh rrethanat e situatës të re të krijuara pas informacioneve zyrtare dhe jo zyrtare mbi ecurinë dhe zhvillimin e reformave të kërkuara nga standardet e Bashkimit Evropian për integrimin në Bashkimin Evropian, është ngrit nga ana e Parlamentit shqiptar, është ngrit një komision për reformën territoriale në Republikën e Shqipërisë dhe përrjedhoi në bazë të drafteve të dokumenteve që kanë dalë nga takimet jo zyrtare dhe zyrtare, rezulton se do ketë një reformë territoriale e cila nuk i dihet numri i saktë se si do shkojë, por bëhet fjalë për bashkime territoriale, ndarje territoriale dhe një numër që ne nuk kemi akoma por të informuar, por ne nga ana jonë jemi të vendosur që të promovojmë vlerat e Hasit, promovojmë vlerat e Krahinës, promovojmë qeverisjen vendore, traditën e administrimit dhe qeverisë vendore, që pas themelimit të shtetit shqiptar deri sot. Përtej ndasive politike, edhe 3 deputetët e qarkut të Kukësit, Eduard Shalci, Flamur Hoxha dhe Isuf Qela, deklaruan prerëzi se nuk do të lejojnë që Hasi të humbas statusin e tij. Hasi kapitalistë, terroristë, Francës, Turqit, të shqetësuar shumë mbi çfarë do të bëjë Hasi. Doni të zgjidhni Hasin, doni të zhdukni Hasin, ku do shkojë Hasi, doni të një diçka asaj. Hasi ka ekzistuar shumë përpara se vitin 19, dhe Hasi do të ekzistojë shumë më shumë pas vitit 19. Që gjithë do të them se jo, nuk do të ekzistojë, nuk do të. Ndërsa forcat që u përfaqësoj, antarët tanë të komisionit, bashkëkryetari, në takimin që kam pas dje me të, ne kem projekti jonë ka me shumë bashki, pra me mbi 90 bashki, 92, 95 një variant, 116 një tjetër, pra ne jem, filozofia forcës që unë përfaqësoj është shërbimi qytetarit, një qeverisje e mirë matët, që sa shpejt i çon shërbimin qytetarit. Unë ka rast eksperienca nga Franca. Mund të jenë 5-6 fshatra, kanë gjithsej 3-400 banor, por kanë komune. Këto që janë, pra i duhet shërbimi qytetarit. Dhe ajo që vëri sot nga ky takim është shqetësimi i këtyre njerëzve që nga Londra, nga Franca, nga Gjermania, nga Amerika kanë shqetësim sepse trujnë identitetin e tyre kombëtare. Hasi e thash është etnitet në vete, me doke, zakone, histori, kulturë, traditë, qendresë të veçanta, si nga krahina ime, nga Viun, nga Malësia Gjakovës, si nga krahina e Lundës. Qëndrimi i Partisë Demokratike dhe unë si deputet, po dhe bashkë me kolegun Qelaj, është vetëm një. Bashkë me hasianët për një Has siç duhet, siç është dhe si mund të përmirësohet një Has që i shërben shqiptarëve. I shërben hasianëve që nesër të zhvillojnë gjithçka në trojtë e tyre. Ky është qëndrimi i Partisë Demokratike. Qeveria synon që brenda korrikut të vitit 2026 të ketë gati hartën e re me synim rritjen e efikasitetit përpara zgjedhjeve lokale të 2027-s.